Miq, protesta, siç e kam thënë, protestën e datës 17 ka nisur të ridimensionohet, çdo me thënë. Protesta tashmë do të shpërndahet në të gjithë vendin, përveç se këtu do të vazhdoj. Unë nesër do të nis takimet nga Shkodra. Nesër do të jem në Shkodër për takuar një grup qytetarësh të cilët po organizohen për protestën e datës 31. Pas nesër një qytet tjetër e me radhë çdo ditë për të takuar njerëzit kudo dhe për t'i ftuar në protestën e datës 31 janar. Protesta duhet të ngjahet kudo në çdo cep të Republikës përballë atyre që na vjedhin. Duhet keni forcë, duhet keni guxim, sigurisht që është e vështirë, por nga ana tjetër e drejta gjithmonë fiton. Gjithmonë duhet të qëndrohet për të drejtën, duhet luftuar për të drejtën. Në këtë drejtim nuk ka rrugë tjetër përveç se përballjes. Dua të ftoj këtu Ervisin,